Në gusht të vitit të kaluar, qeveria mori vendim të qeras 7 komuna me patinazhe montuese. Rekreacionin për qytetarët e paguajti Agjencioni për Rini dhe Sport, ndërsa komunave u mbetej të siguronin kushte për vendosjen dhe funksionimin e patinazheve. Në teren, projekti diku filloi me kohë, diku do vënua, ndërsa në Tetov, tani për tani, vetëm kanë shpresë se këtë dimër do të rrëshqasin në patinazh. Mateja Dončeva dhe Largia Simovska nuk janë vizitor të zakonshëm të patinazhit, i cili është vendosur në komunën Qendër. Të dy vajzat e reja përfaqësojnë vendin në nivel ndërkombëtar në rrëshqitje artistike. Я съм участвувала последен път в Белград. Там освоих 4-то място. Има много яки конкуренции, бидейки все пак не е затворено. За 4 месеца не можем да постигнем какво нищо можат они да постигнат. Ама все пак чувството прекрасно. Patinazhi vendosur me ndihmën e Agjencionit për Rini dhe Sport nuk është i përshtatshëm për trajnimin profesional, por nuk kanë mundësi tjetër. Prandaj janë faleminderues për këtë. Го користим изгалищата кои што се поставени низ градот, сме многу благодарни на тоа што имаме можност. Моментално малце не можеме сите елементи да ги прикажеме, значи можеме и подобро да го лизгаме, бидејќи имаше и други од рекреативното и малце беше страв да не ги повредиме. Patinazhi në Qendër është njëri nga gjithsej 7 sa janë planifikuar të vendosen në vend gjatë muajve të dimrit. Lokacione tjera janë Strumic, Manastir, Ohër, Gostivar, Tetov dhe Kumanov. Me kohë kanë filluar 4 patinazhe, 2 vënuan, ndërsa njëri nuk është hapur ende. Edhe pse është dashur qytet në funksion të qytetarëve qysh në fillim të janarit, një gjë e tillë nuk ka ndodhur me patinazhin që është vendosur në qendër të Tetovës. Nga komuna e Tetovës thonë se ditët e humbura do të kompenzohen. Në natën e vitit të ri, qytetarë të pakujdesshëm i vunë zjarrin një pjesë të patinazhit, duke dëmtuar një pjesë të gardhit dhe më e rëndësishmja, instalimin e nevojshëm për të bërë akullin. Në bazë të informacioneve që kemi marrë sot ne si shërbime, përfaqësuesit e Agjencionit për Rini dhe Sport kanë qenë në hapësirat e Tetovës. Është marrë vendim që të formohet një komision për vlerësimin e dëmit dhe i njëjti dëm do thotë të paguhet nga ana e komunës së Tetovës. Shpresojmë që ditët të cilat do thotë i kanë humbur qytetarët nga ky investim i dëmtuar tashmë do të mund të kompenzohen do thotë në muajt në vijim. Në Gostivarin Fqinj, pati një vonesë gjatë vendosjes së patinazhit, por pas ditës së parë, sistemi për bërjen e akullit ndaloi së punuari. Tani, ajo funksionon, por kur moti lejon. Probleme nuk ka pas për patinazhin, vetëm se temperaturat e larta është pak problem. Ky patinazh duhet jetë këtu deri me datë 8 mars të 2020-s, mirë do varet shumë edhe prej kohës. Edhe në rekreacion banorët e Gostivarit nuk ishin rad nga politika. Edhe pse tingëllon komike, partitu përplasën për atë se kush ishte më meritori që qyteti mori një patinazh. Hapjen zyrtare shënuan kryetari Arben Taravari, i cili është kuadri Aleancës për shqiptarët, si dhe zëvendëdrejtori aktual në Agjencionin për Rini dhe Sport, Izmit Nura, i cili vjen nga rradhët e BDI-s. Por për atë reagoi zëvendëdrejtori në Agjencionin për Rini dhe Sport, Gazmender Ristemi. Si që publikoi Gostivari sot, a i deklaroi: patinazhin e siguruam ne, kuadri RTK-s, i udhëhequr nga Vesel Mehmeti. Të tjerët le të presin shirita dhe le të marrin meritat. Duke u thirrur në burime zyrtare përsëri Gostivari sot, shkruan se meritat për patinazhin janë të BDI-s. Dhe me thënë se zëvendësministria për financa Shirete Elezi dhe sekretari shtetëror në Ministrinë e Kulturës Valmir Azili ishin ata që kërkuan shesh patinazhe, jo vetëm për Gostivarin, por edhe në Tetov. Probleme vendosin e patinazhit kishte edhe në Kumanov. Në vend se në ditët e para të janarit, kumanovarët fituan mundësi që falas të rrëshqasin në gjysmën e dytë të muajit, më në 19 janar.
Në lokacionin që ishte caktuar dhe përpunuar nga komuna e Kumanovës, kemi pasur probleme teknike për shkak të pamundësisë për të lidhur energjinë elektrike në trafostacionin që kishte për momentin dhe duhej të reagonin nga EVN-ja për të larguar atë problem. Sidoqoftë, si në Gostivar ashtu edhe në Kumanov, tani probleme po shkakton temperatura. Kemi vështirësi për momentin me ruajtjen e shtresës së akullit për shkak të temperaturave të larta dhe periudhës me diell. Shpresoj që në periudhën e ardhshme të kemi temperatura më të ulta, siç janë gjatë periudhës së dimrit, dhe nuk do të kemi vështirësi me menaxhimin dhe funksionimin e patinazhit. Në qytete tjera, Ohër, Manastir dhe Strumit, nuk pati probleme në lëshimin e objekteve rekreative, që qytetarët të mund falas të rrëshqasin. Në këto komuna, Agencioni për Rini dhe Sport nga buxheti shpenzoi 228.000 euro. Kompania përgjegjëse për ofrimin e shërbimit është Solkav GmbH, kompania austriake me filial në Ohër. Sipas kontratës së publikuar nga Byroja e Prokurimit Publik e nënshkruar me 25 dhjetor 2019, kompania kishte 7 ditë nga momenti i nënshkrimit për të vendosur të gjitha shesh patinazhet. Në rast të gabimit të tyre, të drejtat e agjencionit janë të qarta. Nëse zbatuesi detyrimet e ndërmarra me këtë marrëveshje nuk i përmbush në mënyrë të ndërgjegjshme, profesionale, me cilësi dhe në kohë, pas njoftimit me shkrim të dorëzuar paraprakisht, organi përgjegjës ka të drejtë të ndërpresë këtë marrëveshje. Sidoqoftë, përgjigjet që kemi marrë nga komunat fituese, mund të konkludojmë se arsyeja që banorët e tyre filluan me vonë të shijojnë nuk është tek kompania kontraktuese, por tek autoritetet lokale. Drejtori i Agjencionit për Rini dhe Sport, Darko Kaevski, është i vetëdijshëm me problemet në disa komuna. Kështu që thotë se mund të lësë kontraktuesin patinazhet të qëndrojnë më gjatë. Според договорот, овие лезгалишта ќе бидат поставени 2 месеца, се во зависност од временските прилики, во согласност нели со фирмата која што ги поставува, се договоривме да биде и повеќе, ќе гледаме некаде до почетокот, средината на март, се во зависност, како што кажав претходно, од временските прилики, се со цел колку што може повеќе да бидат во функција на младите, да се радуваат, да лизгаат, да спортуваат, да практикуваат спорт и со тоа секако да бидат среќни и задоволни. Patinazhi në akull është falas përveç në njërën prej komunave, ku bëhet një pagesë simbolike, ndërsa mjetet e mbledhura përfundojnë për bamirësi.